Po, me qa merresh? Unë punoj në elektroshtëpiake në Kukës, montim kondicionersh. Do të thënë këtu punë në fshat nuk është se po ndërton dot. E kam me shumë dëshirë, por është e pamundur për çështje të rrugës. Pra dhe ty rrugat penalizon? Rruga më penalizon, kemi filluar duke ndjekë në shumë drejtime, por pak dritë jeshile po shohim. Premtime të mëdha, por pa... Po, bëjmë konkret ku ke trokit? Me gjëra konkrete. Së fundmi kemi qenë tek mbledhja e Këshillit Bashkiak në Kukës, ku jemi lutur ka një javë afërsisht. Që ka freskët. Po, ju kemi bërë kryesisht një lutje këshilltarëve që më na ndihmu që të paktën në buxhetin që presim që të vi. Po, i 2026? I 2026 të marrim një ndihmë. E kuptoj. Ne gjitha punët këtu i bëjmë vetë. Kemi marrë traktorin dhe se ka qenë totalisht e pakalueshme, me kontributet tona nga pak. Kemi blerë naftën, kështu gjëra, është një ndihmë nga firma dhe prap do vazhdojmë për me qakull, biles ju kemi thonë që nuk kemi nevojë nga ana juaj, sepse për me qakull e mirëmbajmë vetë. Për e do një asfalt, se që kuptim? Ne jemi të pretendu për asfalt, sepse makinat i shkatrum. E kemi të vështirë të shkojmë edhe në punë, edhe të kthehemi në shtëpi. Nuk neve nuk na kanë lënë asnjë mirëmbajtës që ta paguajë shteti ose bashkia për të mirëmbajtur këtë rrugë. Dikur më thanë që deri në Cinema ka qenë një, a deri në Po Surraj. është një, kryesisht ato edhe i japin edhe vetë banorët atje diçka aty. Për çfarë? Për çfarë bëj një njeri? Unë se konceptoj dot. Kjo rruga sa kilometra bëhet? Në total deri në Qinamak. Deri në Qinamak është diku 10 kilometër. Deri këtu ku jemi ne? Deri këtu te shkolla është 4 kilometër, deri te lagja ku banojmë ne atje 5. Qëse janë ato shtëpiat aty përballë. Po. Për 5 kilometër rrugë po vujmë. Për 5, janë dy fshatra, është Myç Mamës dhe Mamës. Myç Mamës dhe Mamës. Pastaj vjen Qinamaka, Surroj edhe këto. Edhe ato janë në vështirësi siç jemi ne. Atje te 20 kilometra që janë. Kjo shkon edhe në Arrën, ë? Po. Kanë nxjerr një fond për tek rruga jon, pastaj se si e glabrun dhe ku e quan. Po, se më kujtove se duam të ndërtojmë rrugë për Bjeshk që të ecin Arushat, sepse ato s'kan si me hec Arushat në për Bjeshk. Për cilën rrugë ke fjalë atje në Bjeshk? Po bëjnë sa rrugë për Bjeshk, për turizëm. Po pra këtej mbrapa. Ne akoma s'kemi rregulluar rrugë tona dhe vazhdojmë të ndërtu rrugë për Bjeshk. Ajo e Gjallicës mbrapa. Ajo e Gjallicës. Që shkon ke stanet. Po, që shkon te stanet. Po atje s'ka njerëz. Po s'ka roba atje, vetëm Arusha ka atje. Do me thënë sa banor bëjnë ju, për të bërë edhe një lloj lidhje, sa banor bëjnë gjithë kjo aksi? Gjithë kjo aksi ka rreth 150 shtëpi kjo Myç Mamës. Po. Pastaj të kalosh edhe te Surroj, nuk jam shumë i sakt. 150 edhe ne mund të jenë. Një 30 janë në orën. Pra janë mbi 300 familje, mbi 300 familje që këtu kanë shfrytzuar minerale pa fund. Kanë shkatru vendin dhe kanë marrë të mirat materiale dhe nuk kanë ditë të lënë asnjë gjë për të paktën këto banorë.